Mra në sy në rrjetet sociale një postim interesant dhe argëtues dhe vendosa që ta ndaj me ju sonte. Një djalë doli në takime apo në date me 201 vajza brenda 2 vjetësh dhe këto janë gjërat që ai arriti t'i mësoj dhe na i përcjell neve. Vajzat që kanë probleme me baban e tyre mund të bëjnë jetën tënde shumë të vështirë. Të dashurat më të mira zakonisht nuk kanë më shumë se 500 ndjekës apo followers në rrjetet sociale. Ato që gatuajnë për ty janë ato që kujdesen vërtet për ty. Vajzat që e mbajnë telefonin me ekran poshtë mbi tavolinë, pra ato që se përdorin telefonin kur janë me ty, janë të rralla, mbaj afër. Nësa ajo përmend shpesh djemë të tjerë, ti thjesht je një opcion. Vajzat e qeta shpesh janë më të mirat në shtratë. Vajzat e rritura nga baballar të mirë i respektojnë natyrshëm djemët. Nësa ajo poston selfie çdo ditë, ajo ka nevojë për më shumë vëmendje se sa mund t'i japësh ti. Nësa ajo thot, të gjithë ish të dashurit e mi kanë qenë të çmendur, dije se ajo ishte problemi. Vajzat që ecin me ty në rrugë pa e vrarë mendjen për askënd, të kanë zgjedhur tashmë. Nësa ajo debaton me ty vetëm për të tërhequr vëmendjen, ajo vajzë nuk do t'jap kurrë qetësi. Ato që mbajnë mend detajet të vogla nga bisedat tuaja vlejnë sa floriri. Vajzat që të ofrojnë kafshatën e fundit të ushqimit, të duan më shumë se sa do të mund ta shprehin ndonjëherë. Këto pra janë mësimet që na i ka përcjell ai zotriu që kishte dalë në date me gjithë ato vajza.